Si thash, këtë panoramë të mrekullueshme të natyrës, derada e përcjell përmes ngjyrave, rusht pa kaguridhe, të pabër, jeshile, bluja e luleve të liut, e kaltra e qiellit dhe camposhta e verdha e grurit, e përcjell të gëzuar me lulet që qeshin dhe qiellin gjithaq të qeshur dhe e përcjell të bukur, me rusht që zbukuronin dheun dhe lulet e hapura, nënkuptohet të bukura. Natyra është e tillë e bukur, e gëzueshme dhe plot ngjyra sepse është në fillim të saj, në pranverë, kur gjithçka është e re. Ardhja e pranverës perceptohet përgjithsisht si rilindje në ciklin e stinëve. Dhe është e tillë sepse Milosauja vetë është në fillimet e jetës të tij, është i ri duke hyrë në jetë me forcën dhe gëzimin e të riut për të cilin gjithçka është e bukur me ngjyra. Domethënë ç'lidhje ka njëra me tjetrën, natyra me rinin e Milosaus. Derada, si çdo romantik që respekton veten, situatat dhe emocionet njerëzore i paralelizon me situatat e natyrës. Pranvera në natyrë ilustron dhe shkon në paralelizëm të përsosur me rinin e Milosaus, bukuria dhe ngjyrat e saj me bukurinë e rinisë dhe ngjyrat e ndezura rinore. Në këngën e fundit, për shembull, kur Milosauja të jetë duke vdekur, edhe natyra do të jetë në stinën e fundit të ciklit të saj në dimër.